Në një epokë ku informacioni qarkullon me shpejtësinë e sekondës, të rinjët janë gjithnjë më të ekspozuar ndaj lajmeve të rreme, manipulimit online dhe presionit të rrjeteve sociale. Për këtë arsye, edukimi mediatik po konsiderohet si një nga aftësitë më të domosdoshme të brezit të ri. Të rinjët e intervistuar, Fiona Gjini, Martin Okaj dhe Narti Arapi, theksojnë se edukimi mediatik u ka ndihmuar të krijojnë një qasje më kritike ndaj informacionit dhe të mbrohen më mirë nga manipulimet online. Po, kam marrë pjesë në disa trajnime që kanë të bëjnë me edukimin mediatik. Mund të them se kanë qenë shumë të vlefshme, për shkak se kam mësuar si të analizoj burimet, si të verifikoj lajme dhe të kuptoj qëllimin e tyre. Po ashtu edhe si të mbrohem nga manipulimet e ndryshme gjatë raportimit, duke marrë parasysh jam pjesë e një brezi që është rritur me rrjete sociale, kanë qenë gjithmonë dhe janë pjesë e përditshmërisë sonë. Dhe mund të them se ndoshta jemi edhe më të prekurit nga kategoria më e prekur nga lajmet të ndryshme që mund të jenë edhe të pavërteta. Por dua të theksoj se nuk është i vetmi problem dezinformatat, por një problem tjetër më i madh mund të jetë edhe gjuha e urrëties që shpërndahet zakonisht sidomos prej të rinjeve në rrjetet sociale, që mendoj se përveç trajnimeve që kanë të bëjnë me edukimin mediatik se si mund t'i verifikojmë lajmet, ndoshta do të ishte mirë që të rinjët të edukohen edhe në këtë aspekt, në pasojat që mund të shkaktojnë të tjerët, duke marrë parasysh gjendjen e tyre emocionale. Të e pani si moshatar të ri, jetojmë në një epokë digjitale, ku secili prej nesh ka qasjen e rrjetet sociale, pra secili prej nesh kemi rrjete sociale, mund me pa të gjitha ato informata të cilët janë të vërteta apo jo të vërteta. Shumë shpesh ne si të rinj bim prej këtyre mashtrimeve, kështu që kjo është diçka që cilat më duhet me mbajt ne si të rinj sesione informuese për pjesën mediatike, ku përmes pjesës mediatike ne mund me kuptu se cilat janë ato informatat rreme apo cilat janë ato informatat të dobishme për ne si moshatar. Kemi pas disa sesione informuese, bile kemi pas edhe disa trajnime mbi mediat për lajmet e rrejshme, ku kemi pas edhe prezent disa nga ata që janë për face check, edhe kanë qenë disa trajnime shumë të mira, ku grup mosha janë, do me thonë, të rritë, kemi mësu shumë, edhe ato që kemi mësu, kemi munu, mi përcjell të tjertë, që më smero prej e atyme lajmeve të rrejshme. Psikologu Ron Kastrati nënvizon se pasojat emocionale të dezinformatave mund të jenë serioze, veçanërisht tek të rinjët që ende po formsojnë mendimin e tyre. Të rinjët nëse ndjekin një informacion, lexojnë një informacion të caktuar në rrjetet sociale, mund të ndikohen emocionalisht nga po ky informacion. Dhe kur shohin që informacioni është shumë i zgjeruar, mund të kenë edhe shembuj të trilluar ose mund të kenë raste të cilat ndoshta janë edhe fiktive. Këto patjetër që të riun ose një adoleshent ose një adoleshente mund të rrëmbehet emocionalisht, mund të rrisë anktin, mund të shkaktoj probleme të humorit dhe mund t'i bëj persona gjatë gjithë ditës të vërtitën apo të orvatën me po atë informacion duke u ndjerë të strapacuar, e që pastaj nëse ky informacion nuk konsultohet me profesionistët e shëndetit mendor ose me dikë që ka kredibilitet dhe kualifikim profesional, patjetër që ky informacion pastaj mund ta bëjë mendjen e një adoleshenti të trazuar. E kur është mendja e trazuar, atëherë shëndeti mendor është jo konzistent. Pra është inkonzistent, e që patjetër në fakt adoleshentët pastaj këtë e zhvendosin, e transmetojnë informacion në publik, e ndajnë me të tjerët. Dhe kur informacioni pa vërtet ndahet me të tjerët, ju e dini fjalën e urtë, ku e vërteta, në fakt gjysma e vërteta është gënjeshtra më e madhe. Dhe kur gjysmët e vërteta të shpërhapen në publik dhe pastaj transmetohen dhe përçohen nga njëri tek tjetri, atëherë gënjeshtra bëhet e pezmatuar dhe mund t'i shkaktojë probleme të mëdha shëndetit mendor kolektiv të njerëzve. Tutje, të rinjët theksua nevojën për shtimin e trajnimeve të edukimit mediatik, duke nënvizuar ndikimin e zhvillimit të hofshëm të inteligjencës artificiale në manipulimin e përmbajtjeve dhe përhapjen e dezinformatave. Po të e pa dhe zhvillimin e hofshme të teknologjisë, shumë sene janë të dalë, të më thënë, videot janë të bo me gjenerim të AI-t, dhe ka shumë sene që
me syrin tonë po duken si reale, por në fakt janë trene. Nga ajo mendoj që këto trajnime, këto sesione informuese janë shumë në favor tonin të mira për mi zbulu se cilat janë trajme dhe cilat janë të vërteta. Edukimi mediatik mendoj se është një mjet i domosdoshëm për të mbrojtur të rinjt, sidomos fëmijët, nga dezinformatat, por edhe njëkohësisht jo vetëm nga informacionet që marrin përmes rrjeteve sociale dhe përmes mediave të ndryshme, por edhe për shkak se i edukon ata në informacionet që i ndajnë me të tjerët. Do me thënë edukimit mediatik dhe trajnimet që kanë të bëjnë me edukimin mediatik të mësojnë jo vetëm se si të marrim informacionet të sakta dhe t'i verifikojmë ato, po njëkohësisht edhe çfarë informacione duhet të ndajmë dhe çfarë duhet të marrim parasysh kur ne ndajmë një informat me të tjerët. Mendoj se edukimi mediatik duhet të shtohet si lëndë në shkolla, ashtu siç është planifikuar edhe më herët, jo vetëm edukimi mediatik, po lëndë të ndryshme që edukojnë të rinjt dhe ju zhvillojnë shkallësitë e tjera, përveç atyre që janë lëndë akademike, shkollore, që kanë të bëjnë domethënë me mësimin e tyre. Mendoj se kjo i mbron të rinjt, sidomos në këtë kohë ku inteligjenca artificiale po zhvillohet hovshëm dhe mund të them se tani është shumë e vështirë të dallojmë lajme të vërteta nga ato që janë të pavërteta, ndërsa në të ardhmen mendoj se kjo do të jetë pothuajse e pamundur, nuk do të dimë ndoshta se cili lajm është i vërtetë, cila përmbajtje mediatike që shohim në rrjetet sociale është e vërtetë dhe cila është e manipuluar. Porosia jeme për gjithë moshatarët mos i besoni ketë atyve që i shihni pa e vërtetuar që janë të sakta. Përveç projekteve dhe emisionit televizive. E psikologu Ron Kastrati shtoi se edukimi mediatik duhet të jetë prioritet për institucionet arsimore. Sipas tij, përveç materialeve televizive duhen organizuar më shumë fushata vetëdijsuese dhe aktivitete nga profesionistë të fushës që ngrisin ndërgjegjësimin tek të rinjët në këtë aspekt. Edukimi mediatik është një disiplinë shumë e rëndësishme, veçanërisht për shkollat e mesme, aty ku shumë të rijet reja ju ekspozohen informacioneve bombastike në rrjetet sociale dhe specifikisht mund t'i ekspozohen edhe lajmeve të cilat nuk kanë referenca të argumentuara ose faktike, referenca këto që domosdoshmërisht duhet të verifikohen nga përgjegjësit që e redaktojnë apo e kumtojnë ose e informojnë publikun dhe edukimi mediatik, edukimi medial, jo vetëm që është një disiplinë shumë e rëndësishme, por duhet të ketë module dhe trajnime të specializuara, trajnime këto që do të mund t'i kontribonin institucioneve arsimore, mësimdhënësve që ta ofronin këtë lëndë. Në fakt duhet të ekzistojë një strukturë kurrikulare e veçantë për ta bërë të aplikueshme edukimin medial në shkolla që është domosdoshmëri. Dhe pse e them që është domosdoshmëri, sepse të rritet rejat ju ekspozohen edhe informacioneve që në fakt janë shumë të shkurtra ose janë me tituj, mendoj në shumë raste propagandistik. Mendoj që përveç projekteve dhe emisionet televizive të cilat i realizojmë, ne duhet organizojmë edhe fushata ndërgjegjësuese dhe organizime nga profesionistët e ndryshëm në kuadrat e tërësave multidisiplinare për të trajtuar këto tema mjaft të ndjeshme për shoqërinë. Në një realitet ku informimi i saktë ka rëndësi etike, edukimi mediatik mbetet një investim i domosdoshëm për brezat e ardhshëm, duke u pajisur me aftësi për të dalluar faktet nga dezinformatat. Të rinjët fitojnë një mbrojtje të rëndësishme në përditshmërinë e tyre digjitale.